Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes si gëzuar Krishtlindjen për të gjithë besimtarët e Krishterë kudo që na ndjekin, kudo që ndodhen. Sot ishte një ditë e lishme, kështu vije për qef në punë, ditë pushimi, e qetë, e bukur, e paqë. Dhe sjell një gëzim ashtu siç e solli Zoti Jezus kur lindi dhe shpëtoi botën. Ne do të flasim sot për mesazhin kryesor që duhet ta kuptojmë të gjithë në këtë ditë të lindjes së Krishtit për të kuptuar se si atë duhet ta praktikojmë në jetën tonë. Dhe ja mendo që tha Zot fali se çfarë bëjnë, nuk di se çfarë bëjnë. Ne në ditët tona në nxjerrim syt. Çfarë thot, gjuaj një faqe dhe kthe tjetrën? Nuk po them tutje, që janë ditë të paqta, janë ditë të begata. Të paqta me dritë, sepse i tillë ishte edhe ardhja e Jezus Krishtit në mbi tokë, kështu që le ta kuptojmë mesazhin e thellë, kuptim plot të kësaj dite për të gjithë ata që e festojnë, që shtrojnë tryezën, që kanë ato simbolet e bukura të festës, në mënyrë që të mos kalojmë më tepër tek komercializmi që i bëhet secilës fest në vendin tonë, por ta kuptojmë pak më thellë atë. Ky është dhe mesazhi që do doja të ndaja. Gëzuar me Andronik. Gëzuar shef Albana. Faktikisht, emri im i pagëzimit është Dimitra. Është Dimitra, po. E kam thënë, nuk e di nëse se kam thënë, po. Emri i pagëzimit tim është Dimitra. Por me që në përgjithësi më kanë thyrë Albana, dhe vetëm ajo periudhë kohe dhe njerëzit e mi që tashmë nuk janë në jetë në thrisin Dimitra, që kështu më bëra një kthes jam këtu dhe t'jem Albana, thash. Dhe je Albana, dhe ke një emër shumë të bukur shqiptar. Po, patjetër. Për të përshtatur kësaj festës sot, unë kam disa gurabije, por që janë të kuqe. Pra nuk mund të bëja vezë të kuqe, por po bëj disa gurabije që vërtet është ai simboli i gjakut. Po që kanë brenda edhe vezët. Jo të kuqet, por vezët o vital që na kanë shoqëruar për gjatë gjithë vitit, gjithë sezonit. I kemi shijuar ato, kemi sjellë receta fantastike me vezët o vital, sepse diskutohet që sidomos te ëmbëlsirat është e pranishme veza, në gatime të ndryshme po ashtu është veza, dita nis me një kokër vezë, dhe aq më tepër kur veza është një vezë që vjen nga pula të rritura në natyrë. Vezët o vital kanë cilësinë të 4 astinët, vinë në paketime të ndryshme, paketime të mëdha, të vogla, janë vezë shumë cilësore, na pasurojnë me proteinat e duhura, me omega 3-shin, na japin energji, kështu që zgjidhni produktin më cilësor në treg. Atëherë, a i lexon ato përbërësit një herë ti dhe unë të shoh, sepse nuk jam shumë e sigurt se bëhen shumë sa gjalp ka. Pra, pasiciqeria e kërkon që të jenë tamam me gramaturë të duhur, dhe mua më duhet që të kem gramaturën e duhur, sepse ai 50 gramësh për shembull mund të ndryshojë të gjithë rrjedhën e gatimit. Po, patjetër ne do t'i tregojmë produktet me masat e tyre eksakte të kësaj recete të gurabijeve, mund t'i përgatisni edhe sot, edhe në ditët në vazhdim, se sot pas e keni ndarë mendjen se çfarë do të keni, dikush mund të dali për drek jashtë, dikush gatuar në shtëpi, dikush ka filluar përgatitjet që mbrëmjen e dieshme, ku ka filluar dhe themi magjia e festës së Krishtlindjes, dhe ja tek i keni 180 gram miell, pra rreth 1 filxhan e gjysmë i bie. Kemi sheqer 150 gram, kemi 60 gram gjalp në temperaturë ambienti. 60 gram e kemi gjalpën, sa është ky paketimi? Pra gjalpin tonë erzeni, 2 vezë të mëdha o vital, 30 gram kakao pluhur, 1 lugë çaj pluhur pjekje, 1 lugë çaj vanilje, 1 lugë çaj ngjyrues ushqimor i kuq, 1 majlugë çaj krip dhe sheqer pluhur për të mbuluar gurabijet tona. Gurabijet tona festive, të shishme, të shkrifta, ashtu do t'jenë në fund ato, kështu i përfytyroj dhe jam e sigurt që ashtu do të dalin. Tani do fillojmë me gjalpin që kemi në temperaturën e dhomës. Kto ka një sekret. Që kur ne bëjmë këtë brumë, duhet të qëndrojë 1 orë. Gjë që ne nuk e bëjmë dot. Por nëse unë e bëjmë më përpara, mua më duket sikur bëj hile. Dhe e keni vënë re që shumë rrallë bëni brumë përpara, dhe pastaj asgjë tjetër nuk bëj. Do të shtoj sheqerin bashkë me gjalpin. Derisa të marrë çik veten, e ka pak të vështirë gjalpi.
të zbuten ato kokrizat, integrohen me gjalpin edhe treten, derisa mund dëgjohet ajo kërcitja. Kjo kokriza që mos jetë këtu, normalisht unë do ta kap me vezën. Do bëj lidhjen me vezën. Pase do t'jedhim dhe vezët dhe ndihmon, pak me lagështinë e saj, duke shtuar vezët bëhet një masë më qulle. Tani me thënë drejtën këtu është pak shtot, jo dhe ai që grot për të shkrirë si duhet gjalpi. Jo, nuk po duhet që të shkrihet, ja, shiko, sepse do ta bëj masë brumi. Mjafton të shpërndahet sheqeri. Pra e kam në gradën më të ullët. Furën asnjëherë nuk e harrojmë në parangrohje. Këto piqen edhe shpejt, kështu që kemi shansin që t'i provojmë. Kjo është e duhura. Shiko. Vezët, një nga një. Po. Okej, kemi marrë për vezët medium, se sipas llojit të pulave, ka pula më të vogla që bëjnë vezë më të vogla. Dhe do ju them diçka. Ja, opa. E dim shumë mirë, kur vezët, e di që do qeshtin tani, kur vezët bëhen me imponim, nuk është veza e duhur. Sepse në shumë pulari, ulet perdja e zezë dhe shpendët mendojnë që është koha, është natë. Dhe është koha e shumimit. Pra këto, me që janë pula të rritura në natyrë, normalisht e kanë në mënyrën natyrale, pra ndaj edhe veza është akoma dhe më e mirë. Tani, edhe, vezët, ne i kemi treguar truket se si të dallojmë, si të ushqemi, si të kuptojmë nga ngjyra, nga trashësia, konsistenca e të verdhës, e të bardhës, por edhe nga lëvozhga. Nga lëvozhga, po, të lutem shumë, ja, drejto pak fokusohet kamerat e veza, shiko, kur veza është e freskët. Dy lidhset që janë të bardha në ansore, kur janë që duken, do të thotë që është veza është më kompakte dhe lidhjet që janë me membranën e vezës. Kjo membrana, shikoj ta tregoj pak membranën tani. Kjo cipa e shkëlqyer është një cip e shëndetshme. Ne i hedhim sepse kështu jemi mësuar, nuk e konsumojmë, nuk e përdorim, nuk kemi kohë, vetëm vrapojmë dhe nuk e di për ku. Ky ritmi na ka mbërthyer aq keq pas disa gjërave eksakt. Por nëse do të dim pak më shumë se çfarë përmban kjo cipa e brendshme e vezëve, por edhe lëvozhga e saj, atëherë nuk do t'i hedhim as lëvozhgat, sepse përmbajnë shumë kolagjen, përmbajnë kalcium, pra sa më trash tjetë lëvozhga, aq më shumë kalcium dhe aq më shumë mirë është ushqyer edhe shpendi, kështu që përdoret edhe në trajtime të ndryshme duke u kombinuar gjithmonë me elementë të tjerë për ta bërë përthithjen më të mirë, por edhe kjo pjesa e cipës, që unë do ta heq tani, që mund të mblidhet edhe kur është e zier, po në zierje si kur mbasim pak vlerat, ne mund ta mbledhim atë cipën që kur e qërojmë vezën dhe është ai si qaf si mbulesë e holl, si i thua ti? Kjo lëkura kështu. Po lëkura po se ka hyaluronik natyral bio, por edhe duke e shtuar në gjellë të ndryshme. Patjetër që po. Lëvozhga patjetër që bën për lulet, për pastrimin. I bën, ne vrapojmë gjithkohë. Veza, pra asgjë nuk është pjesë e nënvletësuar. Absolutisht, asgjë nuk i vet. Atë fillojnë vazhdo prapën këto këtu, se e tham, po që nuk po i hedhim këto, po i mbajmë. E kam në masën e duhur dhe do të shtoj vezët. Ja. Pra, në pak sekonda, edhe gjalpi mori atë temperaturën e duhur. Patjetër që do marri trajtën e duhur. Shtoj vanilje, pluhur pjekës. Nëse s'keni pluhur pjekës, soda. Do shtoj një prekje krip. A piperin e kam lënë kështu thjesht për trendi, se nuk më duhet. Do të shtoj. S'ke faj gjithë receta. Kakaon. Kjo është ngjyrosje. Po. Pastaj do kalojmë në fund tek mielli. Me një lugnik, të lutem.
nga një nuk të vërë, s'ka lja. Të gjitha të masë. është ngjyrues ushqimor. Po. I ngrënshëm. Ja, ma e pak të ma e... Shiko se beti dhe pak mire ke. Gjithë masa. Që t'japi atë ngjyrën... Ngjyrën e kuqe. Pra, e kuqja e festave, më pas, do të kemi atë pudrosjen me pluhur sheqeri, që të marrin atë formën edhe dekorative të gurabijeve. Normalisht që do të largohi edhe... Tani kemi ardhur në momentin ku të shtojmë mielin, atlas. Miell ke zgjedhur atë për çdo përdorim apo super? Është farina hap që fryhet vetë. Ah, okay. Atëherë më duhet të marr. Paketimet e vogla që nuk ndodhen aty ku po i shihni ju tani, janë farina hap nga atlas që kanë të gjitha elementët pluhurat për katës. Për të gatuar kekun për shembull, që të mos shtoni edhe pluhurin pjekës apo dhe aromën për kacë, sepse farina i sjell me kështu aromë vanilje, portokalli, ose dhe pa aromë fare. Kemi ndonjë aromë? Është vanilja? Me vaniljen, me aromën e vaniljes. Nuk e punojmë? Vetëm me shpatull e punojmë. Që të ruaj dëndësinë e saj. Ja, i japim një punim të tillë. Miremi do ta punosh edhe ca, kështu që ne të shpejtojmë pak me shkëputjen tona, sepse vjen tani menjëherë mesazhi ditës së sotme për sa i takon këshillave nga Prostatol për të kaluar më pas tek forma që do t'i japim. Forma që do t'i japim gurabijeve. Forma është dhe sipas preferencave. Të shohim se si do ta kemi ne a priori atë mënyrën se si do t'i japim formë. Ne gjithmonë kur shikojmë gurabije ose i kemi ose atë formë të rumbullakta, romb, gjysmëfone me radhë me plasaritura, prandaj. Kto janë në formën si të plasaritura. Rëndësi ka shkriftësia që do të kenë, shija që do të na japi në fund, të cilin e kemi të padiskutueshme. Respektoni masat e përgatitjes në një brumë të tillë të shkrifët dhe më pas i jepni formën për t'i futur në furr. Një gotë e gjysmë na mori ne. Patjetër më do me miell. E do dhe pak? E punojmë dhe pak. E punojmë dhe pak se shkëputemi për mesazhin e sotëm nga Prostatol. Vazhdojmë tani të përfundojmë gurabijet tona, gurabijet. I shohim edhe një herë produktet që na u deshën për përgatitjen e brumit, sepse ai është gati tani, do t'i japim formë për t'i pjekur. Kemi bërë të kuqe sot festive, duke i shtuar tek brumi një pak ngjyrues ushqimor të kuq. Ju duhet miell rreth një filxhan e gjysëm, me të njëjtin filxhan do të masni edhe përbërësit e tjerë, si për shembull sheqeri, 150 gram sheqer, ose një gjysmë afërsisht gjysmën e filxhanit, 60 gram gjalp në temperaturën e ambientit, 2 vezë të mëdha ovital, 30 gram kakao plur, një lugë çaji plur pjekës, një lugë çaji vanilje, një lugë çaji ngjyrues ushqimor me ngjyrë të kuqe, një majluge çaji me krip dhe sheqer pluhur për t'i mbuluar apo pudrosur gurabijet. Sa të mëdha ti bësh? Të vogla sepse këto do fryhen. Që t'jenë të barabarta, kështu që vazhdojmë t'japim formën pak më vonë, po t'marrim masën njërë. Edhe shplovet, do në kjo është edhe mënyra që shplovet edhe... brumin, po. Normalisht, pse e bi kaq të vogla? Sepse do marri volum nga pluri pjekës. E bëra pak më të madhe, normalisht që do të marrë edhe pjesë të tjerave.
Të rinj, të përvishëm unë, të fillojmë të bëjmë kështu me forma të bukura. Dhe ndërkohë le të dëgjojmë ca urime të bukura, sot urime zemre, urime drite, mesazhi që vjen nga kjo ditë e paqes e Krishtlindjes që në çon më pas në fundin e vitit, pra për të përfunduar festat. Shumë besimtarë të krishterë kanë preferuar të qëndrojnë në Shqipëri, shumë të tjerë kanë preferuar të festojnë jashtë, dikush del në drekën në restoran, dikush gatua në shtëpi, kështu që do donim të merrnim disa mesazhe apo mendimet tuaja për këtë ditë si ju e festoni. Mund të keni numrin në ekran dhe ne urojmë dhe festojmë së bashku. Në bëra gati duart të ndihmoja. Duhet pak me vaj që të marrin atë. Kanë marrë një ngjyrë si tull, ngjyrë përse si ngjyrë vishnje, si ja kombinohemi kështu, duke që rasur miq që do na vijë. Me jemi, kështu s'ka. Tamam, diku si dikur ngjyra e plastelinës. Ajo pikë si ajo ngjyra e plastelinës, po që është një brumë më i butë. Bëhen shumë shpejt. Pak produkte ju duhen, gatuhen shpejt e shpejt, se në procesin duke edhe treguar realizojmë në mënyrë të tillë që edhe të kuptohet hap pas hapi, po ju në shtëpi pa ato komplekset, pa vëmendjen se kush po ju shikon, i përgatisni dhe i keni dhe për qërasma, si themi, në këto ditë festash. Në ato tryezat që kanë lloj-lloj ëmbëlsirash brenda, frutash, të thata, antipasta, të cilat i kemi sjell. Atëherë. Mirë, edhe kështu shumë bukur. Dhe janë bashkoj dy të tjera. Dhe duke qenë se kanë këtë ngjyrën e errët, duhet të jemi të vëmendshëm në pjekjen e tyre. Besoj se nuk do duan shumë kohë. Furrën e kemi nxehur, është në 190 për momentin, mos e duam në 200 apo? Faktikisht, vërtet në 200 sepse është varësi të furrave. Dhe pastaj e ulim pak, po. Ja. Kështu, kaq. Direkt. E vendos pakën që kam duart me vaj? Hidhini një sy kështu afër, 4 edhe 4, ja, të tilla. 16 copë. 16 nga një për secilin për të qërasur dhe për të ëmbëlsuar ditën, po i vendosim në 200 e kishim furrën, por do ta ulim pak tani temperaturën, që të vazhdoj pjekja e tyre. Deri në fund të përgatitjes së recetave të tjera, patjetër që do t'ja u tregojmë edhe të pjekura edhe në rezultatin përfundimtar. Kush na ka ndjekur dje? Kemi sjell përsheshin me pulë, e kemi përgatitur, por për faktin se pula në këtë tavë të rëndë të bukur me kapak donte nga Ida, ajo që na i solli dhe na i dhuroi për Krishtlindje, dy tava të bukura. Nuk arritëm do ta tregonim përfundimin, pra finalen e përgatitjes së përsheshit, sepse do angazhim, do punë, do terezi për ta përgatitur ashtu siç duhet. Pra dje, kush na ka ndjekur, kemi gatuar kulaçin, e kemi pjekur dhe e kemi ruajtur për sot për t'ja u treguar juve. Dhe përgatitëm edhe pulën, e marinuam, e poqëm, avash dhe ja ku i kemi të dyja. Pula dhe kulaçi. Sot do përgatisim përsheshin, dhe t'i bashkojmë bashkë, të kemi në tryezën tonë festive. Një tigan. Nuk kam nevojë fare. Shtoj pakës vaj. Dhe mirat mirave është, një kthes direkt këtu, dhe pakës fare gjalpë. Patjetër që festa pa gjalpë, pa brumë, pa shërbet nuk ka. Nuk ka. Dikush më shkruan, jo dikush po disa. Po jo shërbet, po jo gjalpë, po është bombë. Po këto festa bombë jam. Patjetër, këto janë festa bombë. Kush është i smur, për shembull, edhe mesazhet e tyre. Kujt i nges për shembull në fyt, vazhdon pinë pa ujë. Pra gjithmonë e dim, po na nget si këtu do pim ujë që të shkoj poshtë. Shiko. Bëjnë disa pyetje, faktikisht, që
është fest, është vit i ri. Dhe unë mbaj mend që në fëmirin time, se s'po flas më tutje, dhe familjet që nuk ishin, festat i bënin festa, të rënda. Po me gjelin e detit, kush kishte gjelin bënte pulën, po me gjalpin, po me shërbet, po, ja pra këto janë. Mirë, po këto janë të traditës tonë, se s'kemi çfarë të ndryshojmë tek recetat, por këto pikpamje janë kështu personale. Do t'jap edhe një sqarim dhe faktikisht derisa mua të më bëhet gjalpi, një njeri që është vërtet, një zonë që është vërtet e kësaj fushë dhe shkruan për baklavan. Jo thoni që baklavaja me qumshtë kondensuar, sepse mua unë këtu vjen që të sqarohem, ka ekzistuar, patjetër ka ekzistuar, dhe ka ekzistuar që në fund shekullin e 19. Patjetër që është marrë kjo baklava, dhe është bërë Kosovë, Maqedoni, Shqipëri. Në Shqipëri ka hyrë të paktën në 30 vjetët e fundit. Dhe në shekullin 20 ka qenë gjithmonë dhe e pandar, sepse ka qenë baklavaja më me pak harxhime, më me pak kosto. Sepse kam shumë komente në faqen time dhe faktikisht unë dua ta sqaroj. Pse? Sepse është një gatim që unë e kam bërë në faqen e re. Po, mund të ishte rëndë si baklava, se më e rëndë është akoma dhe me sherbet, po ishte shumë e shishme. Po jo, një sekond. Provojeni, sepse ishte vërtet e shumë mirë sepse unë veçantë. e harrova këtë pjesë. Prandaj them që je gjysma ime më e mirë. Mi kujtojnë gjërat sepse kjo ishte më kryesorja. Tek baklavaja petët ne i hapim vetë, gjë që ka gjalpin, gjë që ka vezën, kurse petët që janë të gatshme nuk kanë gjalp. Do thoni ju ka margarinë, ka një pjesë margarine, por është shumë e lehtë. Arat mund i bëni me fistik, që nuk kanë edhe shumë yndyrë, dhe qumshtë e kondensuar mund ta halloni me pakës qumësht. Nëse ju e keni nga ambienti, normalisht edhe diçka tjetër të fundit që të mos merremi fare me sepse secili ka përshtypjet e veta, se jemi marrë. Po shiko, këto janë gatime që konsumohen një herë në vit, ja 2 herë në vit për ndonjë festë tjetër. Çfarë t'i bëjmë gatimeve dhe ushqimeve që ne konsumojmë në përditshmërinë tonë? Ato mund të hanë debat, menuja javore, se duhet ushqemi shëndetshëm, se hëngrëm një herë albana baklava, qoftë me sherbet, qoftë me qumësht kondensuar, asnjë gjë e keqe s'na gjen. Problemi është në ditët e tjera si do ta menaxhojmë regjimin ton dhe stilin ton të jetesës. Tani, ti rikthehemi punës. Ja. Prandaj sepse pritja që të bëhej gjalpi dhe gjalpi kërkon të digjet këtu. Gjalpi kërkon të digjet. Tek pula ka lëshuar lëngjet e veta. Që mos digjet gjalpi, ne shumë mirë shtojmë pak vaj. Por ishte vërtetës ne dje as nuk e kemi provuar çfarë ka ndodhur me pulën. Siç e shikni është e paprekur. Pulaçin jo, kështu që ti futemi ta atë do bëjmë direkt. Do njerëz që të coptohet. E lëm të kështu. E do bëjmë atë tavën tipike karakteristike të festës. Sa po ta nxjerrim nga tava jon. Kulaçi nuk kërkon fik. Nuk duhet të jetë i trash. Duhet të jetë i hollë si puna e bukës misrit. Dhe ndarja duhet të jetë... Këtë tepsia ku e kishim ja këtu. Dhe ndarja, shiko, duhet të jetë e tillë. Ja, e tillë. Nuk ndahet në fik. Jo, absolutisht. Deri këtu e dim. Masa duhet të jetë, ja. Kështu duhet të jetë masa. Nuk duhet e butë, nuk duhet si kek. Dhe vazhdojmë. Kafshaca, provoj një si. Do bëjmë dhe kulaçin tjetër pastaj për atë me lek, kështu që ta provojmë çik si shija. Është i mirë. Në shumë. Të lëmë shinduart. Lëmë qofshë. Edhe një çik djath për shembull, para se të bëhet përsheshi. Aman, nuk e di, pse më ngacmon kjo vajzë, nuk e di. Pse më ngacmon kjo vajzë, nuk e di. Tani, të kesh kulaç përpara. Do pak djath të tillë? Pak me djath, ka çkavall dele, po shumë mirë. Ç'ti bëjmë vajzës? Më bëri gjithë ato baklava çfarë thotë? Është nepsi. Mund të marrësh. Tani një muzikë neve dhe vazhdojmë me coptimin, se prerja është me thikë. Coptimin e kulaçit, shijimin e tij me pak djath, bëhet gati ndërkohë edhe qepa, edhe ju në shtëpi llafe e punë në të njëjtën kohë. Llafe kafe. Derisa të mbushet tryeza plote për plot.
Na duhet pak punë tani, po kjo është edhe ajo çka do të ndodhi në shtëpinë tuaj. Sot apo edhe për festën e fundvitit. Kulaçi kullon, ha? Rëndësishme është sot që të keni zemrat e mbushura me gëzim, me dritë, me mirësi. Unë për shumë të avej për vitri, sepse është tradita. Po, dhe me që nëna ime ishte nga Skrapari, tradita e lindjes, e jugut, juglindje, e kanë kulaçin. Po ja me bëjmë përshëndes që Skrapar lind. Bëjmë përshëndes. Po s'kemi ndonjë teke rakiti përshëndesim këtu. Me kulazhët i përshëndesim ti. Duket që ambisat tona kanë dalë të pinë kafena, të bëjnë pazaret, bëhen gati, të rregullohen, të vishen, të festojnë sot dhe ju urojmë festa të gëzuara, të bukura me shëndet. Tani kur ta dëgjoj njerëz të babës, vllai, motra, do thonë, po memi po ti Tiranën ku e le, as vjetur. Ti e gozë babës, ja nonës. Përshëndetje të gjithë. Të gjithë ambisat pa dallim krahinë, feje dhe kudo i përshëndes. Të kenë festa të gëzuara. Moj të gjithë kush na ndjek, e mbaruam kulaçin e. Lëm dhe një pjesë, si dihet, do të na duhet për... E kam lëm për djathtin këtë. Tani le të marrë një garush dhe unë. Opa! Do e shtojmë tani lëngun aty tek qepa. Tregojmë këtë proces. Ta largojmë tani këtë tash. Po, unë vazhdoj me kulaçin, e përfundoj. Pra tek qepa, që zbutim në gjalp edhe në vaj, do të shtojmë dhe pjesën tjetër të lëngjeve që ka lëshuar pula gjatë pjekjes në furr, me gjithë erëzat që ne e marinuam paraprakisht. Dhe ja përftojmë tani një masë të tillë që do t'ja shtojmë dhe do t'a zbusim. Faktikisht, unë pune do t'a vendos aty, Niki. Këtu në mesë? Pa. Bukur atëria, po. Të lë pak vënd. Marim një nga to kapset ose 2 piruj dhe t'a vendosim në mesë, sepse dhe ikin minutat vrap e vrap. Jo, ma lëma këtu, përsheshin. Së le përsheshin këtu. Të do t'a njom një. Le të zgjidhe pak me pjesën e lëngjeve aty brenda. Sepse kështu duhet e fort, nuk duhet e but, duhet të pulloj kulaçi mirë. Pulën e vendos direkt këtu. Do marrë të gjithë masën e lëngut. E largoj. I përzim mirë tani aty, që të ngrohet edhe pak kulaçi, se ne du të kalojmë pak në publicitet. Bëjmë të procesin e njomje. Do të shtoj në energjik. Në energjik unë e do, mirë e do. Po të doni, mund të shtoni hudhër, po të doni. Nëse jo, nuk është problem. Mund të kaloshtin në... Mund të kalojmë publicitet unë. Kalojmë gjithë në publicitet dhe rikthehemi për ta dekoruar dhe për ta servirur për ju. Jemi në pjesën e fundit tani të gatimit, do të përgatisim një pastë të shijshme për lezetin e çdo shije. Kur bëhet fjalë për pasta të shijshme, do t'ju prezantojmë një pastë të vërtet, me një shije autentike sipas mjeshtrave të pastave. Po përpara se të kalojmë këtu, le të përfundojmë recetën e gurabijeve, shpejt me pudrosin e pluhurit të sheqerit dhe shiheni se sa të mira që kanë dalë. Ja, hop. A nuk ja vlen kjo të ri aty përpara dhe të shihet edhe të kundrohet nga të gjithë? Po. U poqën gurabije tona festive, të kuqe, të shkrifta, dhe mbi të gjitha, ja, kështu përpara që ti shikoni, dhe mbi të gjitha me këtë pamjen e tyre të plasaritur, ashtu si çdo duhet të jetë në fakt një gurabije e mirë. Ju bëf të mirë. Ndërkohë shihni pak edhe përgatitjen e përsheshit, pulës me përshesh, kulaçin, e përgatitur, e coptuar, shifeni sa i mirë ka dalë dhe ka një shije fantastike, ajo aroma e energjikut, aroma e pulës, gjalpit, erëzave, ka shijen e duhur për ditën e tryezën e sotme. Tani, kemi shtuar në ujë që vlon pastën ola, pastat ola, kemi mësuar të themi mielli ola, po pastat ola,
janë një produkt i ri në tregun shqiptar, i prodhuar sipas teknikës përpunimit të mjeshtrave italian me një eksperiencë 130 vjeçare në prodhimin e pastave dhe nuk kemi pse të shkojmë deri në Itali të zgjedhim pasta të mira sepse vjen Ola pikërisht me këtë eksperiencë autentike që ka. Do t'u tregoj disa karakteristika të pastave Ola, ndërkohë ju shikoni edhe variantet me të cilat Ola vjen në tregun ton. Të shishme dhe mbi të gjitha me një miell me çmimin më të mirë në treg, me miellin Ola që ka një eksperiencë 25 vjeçare në treg. Është tradita italiane e pastave Ola që prodhohet duke ndjekur të gjitha proceset që mjeshtrat italianë sjellin pastat në Itali. Sipas etikaturës tradicionale të tharjes së ngadalt, përpunimi i brumit, shtrires së tij në pllakat e bronzit i jep makaronos teksturë të ashpër që e ndihmon atë të lidhet më së miri me salcën dhe duke na dhënë një shije superiore. Pra, procesi i tharjes është një proces shumë i rëndësishëm, siç e tham, është një sipas traditës italiane, tipik për pastat premium, duke ruajtur strukturën e makaronës, cilësinë ushqyese dhe shijen autentike pa kompromise. Pasta Ola është e vetmja pastë në treg me certifikimin halal, duke garantuar standarde të larta dhe mbi të gjitha, një sekret i vogël që të gjithë duhet ta dinë është koha e zgjerrjes. Për makaronat që ne, për spagetin që ne sapo shtuam në tenxhere, koha ishte 11 minuta, në mënyrë që të jetë al dente dhe të na ndihmojë në tretje. Me çfarë ta kombinojmë sot? Pra, në momentin që tregon të jetë 11 minuta, ne nuk e lëm 11 minuta fiks këtu. 11 minuta duhet jetë e gjithë minutazhi që kalon dhe me salcën. Pra, mua më duhet të jetë 8 minuta këtu, gjë që e largoj, sepse kemi vendosur pak më përpara, e lë sërish në kapak sepse ende vazhdon vimi. Dhe duhet të nxitojmë pak tek salcat se edhe minutat fluturuan. Shumë e kollajt. Është e thjeshtë. Do të shtoj direkt pjesën, mund të shtoni pancet, mund të shtoni më kryesisht është pjesa e faqes së baktisë. E lë derisa të lëshoj atë ndyrë. Të lëshoj ekstraktin e vet. Kam domatet. Gjë që se ka një fik më të vogël. Koha edhe ja, shtojmë, ne kemi bërë një racion për të treguar, se sot ideja është për të treguar, duke qenë se jemi një vend, familjet tona e konsumojnë pastat, padyshim në salca të ndryshme, e rëndësishme është të zgjedhim pastën e duhur, që ajo të na japi një shije të mirë dhe të mos na rëndoj. Kur kemi pastën me një grur të fortë granoduro që zgjedh Ola për t'i prodhuar këto pasta dhe me një cilësi të lartë të miellit që ka që eksperiencë në treg, ne do të garantoj patjetër një shije superiore. Dikush i preferon pene, po janë të larmishme pastat në familjet tona. Sepse, ku ne themi spagetin a shkon direkt në mendje. Do të shtoj pomodorin, dhe e dim shumë mirë që domatja merr shijen e çfarë vendosim ne në tigan. Kam domaten dhe salcën e domates, që kemi kaluar në blender ose të zakonshme. Do të shtoj piper, të lutem nik edhe pak krip. Po, edhe kripën. Te kripa do keni kujdes. Te kripa do keni kujdes. Pse do keni kujdes? Pse? Sepse unë kam djathtin që në fund edhe borzilokun. Pra edhe një recetën do ta shohim në ekran, një recetë tradicionale italiane, sepse zgjodhëm të gatuanim një recetë tradicionale italiane që vjen pikërisht me pastën Ola, që ka përbërës që kombinohen mirë në shijen e tyre dhe padyshim na japin një recetë autentike, sipas prodhimit dhe përpunimit të duhur. Ja, do shtojmë edhe pastën tani, sepse jemi në fund fare, Albana, do të shtojmë edhe makaronat, po do t'i lëmë që të lidhen mirë produktet e salcës, dhe
respektoni gjithmonë kohën e zgjerrjes së makaronave, pastaj për kombinimet e salsave, ato vinë sipas shijeve tuaja, se cili ka shijen e vetë. Nëse flasim, sepse kam kapur tani dhe të gabuarën unë këtu. I tregoj, i japim një... Edhe kur të luan edhe koha është gjëja më e duhur. Faleminderit Pasta Ola, dhe të sjellim recetat fantastike me pastat që kanë sjell në tregun ton një revolucion, duke i përafruar ato posaçërisht me emrat më të njohur të pastave italiane. Të lumshin duar, gëzuar Krishtlindjen, sjellshin dritë dhe mbarësi në familjet tuaja. Ne do të takohemi pas lajmeve për të festuar me miqtë tanë. Faleminderit shumë për performancën dhe atmosferën që na krijuat në studio me miqtë tanë Ernis Çili, Elvin Muçaj dhe Sabino Mitrovasili. Do të festojmë sot Krishtlindjen në studion tonë për të dhënë mesazhin e bukur të ditës së sotme. Dhe sa të bëhemi gati do të ndjekim dhe një mesazh tjetër, atë klipin që zakonisht e festojmë edhe ne me përgatitjet në përbot të ditës së Krishtlindjes, edhe pse kjo ditë duhet thënë që është komercializuar në kohët e sotme, për te mesazhit që përcjell. Po, është më shumë, do me thënë nuk është vetëm çështje estetike që ne të shohim se sa bukur do vishemi, se çfarë tavoline, se si do ta bëjmë tavolinën, por është për te kësajt, sepse ne qëllimi i kësajt është lindja e Krishtit. Po, dhe aty fillon, tek fotot që kemi edhe në leduallin ton, aty fillon dhe mesazhi kryesor i ditës së sotme. Për të gjithë ju, ne do ta tregojmë me të ftuarit tanë. Kështu që ndjekim fillimisht klipin. Krishtlindja është cilësuar festa e dritës. Ajo është një festë që shtrihet përtej dimensionit fetar dhe madje ka kaluar edhe kulturën e miliarda njerëzve në të gjithë globin. Në traditën e krishterë, festa ka një theks fetar, ndërsa shumë popull e kanë shkrirë më pas në festimet e Krishtlindjeve dhe zakone dhe rituale, të cilat lidhen me dimrin dhe gëzimin për lindjen e diellit të ri. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, Krishtlindjet janë një festë shumë e popularizuar dhe shpeshherë shoqërohen me dekorime të shumta. Tradita e zbukurimit të pemës së Krishtlindjeve është një nga më të njohurat dhe shumë shtëpi janë të zbukuruara me drita apo me figura të ndryshme si dhe me figurën e babagjyshit. Në Gjermani Krishtlindjet janë shumë të lidhura me traditën e lashtë. Një nga momentet më kulminante është Adventi, periudha që shënon 4 javët para Krishtlindjes, e cila përmbyllet me ndihmën e kalendareve të Adventit. Gjermania është gjithashtu vendlindja e traditës së tregjeve të Krishtlindjeve, ku mund të gjenden produkte artizanale, pije tradicionale, të ngrohta, si dhe shumë ushqime të shijshme. Në Skoci dhe në Britaninë e Madhe, Krishtlindjet janë një periudhë feste, të cilat shoqërohen me shumë zakone dhe aktivitete tradicionale. Një nga këto është Boxing Day, që festohet në 26 dhjetor dhe është një ditë për dhurata dhe bamirësi. Festa e Krishtlindjeve shpesh përfshin edhe darkën e madhe familjare, me pjata tradicionale të pjekura dhe peshk. Në Britani të gjitha shtëpit janë të zbukuruara me kurora dhe drita të Krishtlindjeve, si dhe me shumë njerëz të cilët kalojnë kohën duke kënduar këngë Krishtlindjesh. Në Meksik dhe në Amerikën Latine, Krishtlindjet janë një festë plot ngjyra dhe ritme. Tradita e Las Posados është një ritual i rëndësishëm që përshkruan kërkimin e strehës nga Maria dhe Jozefi. Ky është një aktivitet komunitar ku njerëzit shkojnë në grupe dhe këndojnë këngë tradicionale. Në Finland, Krishtlindjet janë një periudhë reflektimi dhe është e zakonshme të festohet nata e Krishtlindjeve në familje. Gjithçka nis me një darkë tradicionale dhe pasaj shumë finlandez vizitojnë të afërmit apo shkojnë në kish për të marrë pjesë në shërbesat e Krishtlindjeve. Tradita e Krishtlindjeve në Shqipëri dhe në Ballkan është një periudhë e rëndësishme fetare, sidomos për të krishterët ortodoks dhe katolik.
Jemi tani me miq tanë besimtar për të folur rreth mesazhit apo simbolit që duhet të ketë në fakt dita e sotme e Krishtlindjes. Si vjen tek ju kjo ditë dhe më thoni pak për mënyrën se si ju e festoni, qoftë në familje apo edhe në kishën ku shkoni prej sa vitesh tashmë? Jeni njohur prej 30 vitesh më thatë së bashku apo jo? Po. ashtu është. Rreth viteve 90, unë fakt kam qenë më i vogël dhe jam më i vogël. Kam qenë diku ke 10 vjeç, Sabina ka qenë diku ke 17, Elvini pastaj ka qenë Akademinë e Arteve në atë kohë, ka qenë për kompozicion dhe ne na mblodhi Ju bashkoi kisha besimin në radh parë, që ishte ajo që ne u njohëm atje, dhe pastaj edhe kjo dëshira për të adhuruar Zotin, që ne e quajmë adhurim ndaj Zotit, dhe që ne e bëjmë me muzikë. Dikush mund ta bëjë me punë ose me diçka tjetër, por ne e bëjmë me muzikë sepse atë e kemi qasjen më të mirë për Që do të thotë një angazhim 30 vjeçar dhe për krijimin e këngëve adhuruese për Zotin apo jo. Pra pas keni një fest edhe për 30 vjetorin e miqësisë tuaj, pse jo? Cili do të jetë mesazhi kryesor i kësaj dite? Çfarë nënkuptimi ka? Në fakt për neve kemi fest çdo ditë. Sepse mesazhi i Krishtlindjes ka të bëjë me lindjen e Krishtit, ardhjen e Perëndis në formë njeriu, Jezusi, me mesazhin e shpresës, dashurisë dhe të shpëtimit. Ne si besimtarë falenderojmë Perëndin çdo ditë, prandaj kemi Krishtlindje çdo ditë. Çdo ditë që çojmë i themi faleminderit Zot për shpëtimin, faleminderit për dashurinë, faleminderit për shpresën, faleminderit që një ditë do të jemi gjithë së bashku, sepse ashtu si thotë edhe Bibla, Zoti ka shumë e deshi botën, saqë ai dërgoi birin e tij të vetëm lindur, pamjen që shikojmë vetë mbrapa, që të shpëtojë gjithë secilin që beson tek ai. Pra, mesazhi nuk është thjesht një dhuratë, por dhurata e përjetshme. Dhuratat janë të përkohshme, ku neve i blejmë dhurata njëri tjetrit, rrobat do të prishen një ditë. Floriri do zhduket një ditë, ndërkohë që dhurata e shpëtimit e shpirtit të njeriut është e përjetshme. Ajo që mbetet. Ajo që mbetet është lindja e Krishtit dhe falenderojmë Zotin për këtë shpresë që kemi çdo ditë, për këtë shpresë dhe për këtë dashuri që kemi çdo ditë. Ky është thelbi i Krishtlindjes. Keni një ritual të caktuar, një lutje ndoshta, një urim për njëri tjetrin? Po, ne zakonisht çdo mëngjes ne falenderojmë Perëndin që marrim frymë. Në fakt Elvini e nis me ditëlindjen sot, sepse tamam për Krishtlindje ka edhe ditën e lindjes. Ditën e lindjes. E lind me një tortë që shkon familja ke. Ndërsa Elvini është mëngjes është në gjumë, edhe do të happy birthday to për ta festuar ditën e sotme. Çdo ditë ne falenderojmë Zotin, siç tha Sabina, që marrim frymë, që shijojmë ditën që Zoti ka krijuar edhe mbretërinë që ai ka krijuar. Edhe pastaj dita vazhdon si zakonisht, po. Ajo që është më rëndësishme është të falenderosh Perëndin dhe ti je mirënjohës ndaj Perëndit. Ashtu është. Jo vetëm në ditët e vështira, ose po në momentet kur ne kemi nevojë vërtet edhe kur jemi mirë dhe kur jemi keq. Në çdo kohë. Gjithçka që merr frymë, thot Bibla, ta lavdroj Zotin në çdo kohë, në të mirë dhe në të këqija. Në fakt neve mblidhemi bashkë në shtëpi, falenderojmë Perëndin edhe në këtë ditë të veçantë, siç mund ta quajmë, qëse është në vit kalendarik, që është e veçantë. Por basi festojmë me familjen tonë, mblidhemi me familjen tonë të besimit, të gjithë së bashku. Atë që festojmë dhe falenderojmë me familjen tonë, të gjithë së bashku si familje, më vete, mblidhemi në një vend, këndojmë, lavdërojmë, dëgjojmë fjalën e Perëndis, inkurajohemi nga ajo, na bën që të ecim më shumë. Pra qëllimi është çdo ditë të falenderojmë dhe së bashku të mblidhemi për të edhe kuptojmë që mesazhin e shpresës, pra dhe atje ku ka errësirë një ditë do të vi drita, ashtu si erdhi dhe shpëtimtari. Kjo dritë erdhi. Ka ardhur para 2000 vjetësh dhe ne falenderojmë Perëndin për këtë dritë, sepse pa këtë dritë neve do ishim në errësirë si thua duke u përpjekur të bëjmë gjërat më të mira, po njeriu në vetvete sa do të mira të bëjë, vjen një moment që nuk është i drejtë para Zotit, sepse Zoti është dritë. Dhe ne jemi në errësirë, pa dritën e tij ne jemi në errësirë, por me dritën e tij neve jemi në dritë bashkë me të. Tani ka një endek apo një ndryshim shumë të madh mes mënyrës se si besimtarët e krishterë e përjetojnë këtë ditë, e festojnë, e kremtojnë këtë ditë, dhe pjesës tjetër që ndoshta e shikon me një sy më komerciale. Pra, ju bën kontrast
ju gërvisht themi ne ky komercialiteti që ekziston Ernis në xixhat, në ngjyrat, në atë formë që ndoshta ngjetet mbrapa, ngjetet mbrapa mesazhi kryesor që duhet të ketë. Po, zakonisht bizneset bëjnë si thua shitjet më të mëdha të vitit. Moda është në majat e saj dhe në kulmin e saj për të treguar estetikën ose pjesën e ngjyrës të kuqe apo kësaj festës kaq të bukur kur njerëzit bashkohen dhe përqafohen me familjarët ose shoqëria, por nuk është qëllimi që ti bleve një dhuratë ja dhe dikujt apo i bëri qefin dikujt, është pak më tej, është më përtej kësaj. Sepse po të shohim historinë në Bibël se si Krishti u lind, do me thënë ishte shumë me shumë problem, ishte me shumë e thjesht dhe shumë me shumë vuajtje. Do me thënë, Zoti i foli barimve dhe atyre që ishin të pasurit, që ishin një pjesë të pasurve, dhe i tha që dietarët, ndiqni këtë hyllin dhe do të shkoni deri atje. Dhe në atë kohë, ligji kishte dalë që do të vriteshin gjithë fëmijët e paralindur. Dhe prindrit që ishin, do me thënë, po themi natyral, ose që nuk lindi në një mënyrë natyrale si që lindin gjithë fëmijët, por unë gjithë në një mënyrë mbi natyrore, që edhe ne kur e dëgjojmë na duket si një gjë e pamundur, por që për Zotin asgjë nuk është e pamundur, dhe dua të them te kjo që ata u larguan nga i qytet, shumale, morën gomarin, shkuan atje, nuk po e them historinë se si ndodhi, nuk po gjenin dot vend ku të hotel ose në një vend të rahatshëm, si sot ne i kemi të ngrota, ndezim orxhakun, bëjmë tavolinën gati, nuk ishte kështu. Por ndodhi në një vend ku u gjen një grazh. Po themi grazh sot quhet për këto bakterë kasolle. Dhe atje lindin me shumë dhe gjithë gëzimi ishte aty, ndodhi dhe gëzimi sepse u afruan gjithë barinë, erdhën dhe edhe dietarët. Ata sollën ato çfarë kishin, parfumet, sollën pasurinë e tyre, por nuk ishte kjo domethënë, kjo ishte për ta nderuar, por kjo është në mënyrë njerëzore, por për ta nderuar është jeta jonë, mënyra se si jetojmë ne. Ajo është ta nderosh Zotin dhe të nderosh Krishtlindjen. Dhe unë nuk e shoh fare si pjesë estetike, nuk e shoh fare si pjesë, po themi si një festë që ne mund të hajmë, sigurisht që ne do hajmë, do pim, do festojmë. Nuk ka asnjë gjë të keqe me dhuratë, po të dimë harrojmë qëllimin, do të thonë që Krishti u lind. Dhe në momentin që Krishti u lind, ka një qëllim akoma dhe më të madh, se Perëndia u kthye në njeri dhe erdhi, sepse shumë njerëz nuk e besojnë këtë, por ne e besojmë që ai u kthye në njeri për të shpëtuar botën. Ne e besojmë dhe e besojmë fort këtë gjë. Në 30 vite e besojmë. Në këto 30 vite, ku ju jeni takuar fëmijë, tani jeni burra dhe gra, me të njëjtin besim, me të njëjtin përkushtim dhe angazhim në besimin në Zot. Keni dhe një nismë apo jo, ndër breza, sepse doni që kjo gjë të transmetohet ndër breza. Përpara se të flasim për këtë nismë edhe për këtë iniciativë të bukur që ju keni ndërtuar prej vitesh, që pas pandemisë apo jo, le të ndjekim një kolazh me momente të rinjve dhe të grupmoshave të ndryshme në kishën tuaj. Në cilën kishë shkoni të tre? Në fakt, ne shkojmë, iniciativa Ndërbreza nuk është iniciativë një kishe të vetme. Ne jemi besimtarë nga kisha të ndryshme, ndoshta gati nga 15-20 kisha të ndryshme në Tiranë, ungjillore, të cilët bashkohemi me qëllim për të lavdëruar dhe për të adhuruar Perëndin. Ne vim nga kisha Fjala e Jetës e Tiranës, po ka nga shumë kisha të tjera, që na bashkon nga kisha të ndryshme. Dhe qëllimi pra siç e thash është për të lavdëruar, për të adhuruar, për të lënë një trashëgimi ndër breza, të këngëve të krishterë që janë kënduar që nga vitet 90 e tutje, të këngëve të reja që të rinjt kanë dëshirë që t'i këndojnë dhe të lavdërojnë Perëndin, dhe gjithashtu për një dëshmi për njerëzit e tjerë të moshës tonë, sidomos që akoma vazhdojmë të lavdërojmë, të adhurojmë Perëndin, sepse besojmë dhe ka njerëz që nëse Perëndia vepron në jetën tonë, ti nuk ka arsye pse të mos besosh gjithë jetës tënde. Kështu që kjo është synimi i iniciativës Ndërbreza. Le të ndjekim kolazhin që unë përmenda dhe të tregojmë pastaj se sa e ndihmon këdo edhe të rinë në ditët e sotme besimin në Zot. Amen, ashtu është. Kolazhi.
ndër breza dhe gjithjeta juaj dedikuar, krimtaria juaj dhe nisi si kantautor, si artist, po ashtu dhe Elvini për me kitarën, ja keni dedikuar krijimeve dhe adhurimit për Zotin. Doja të prekja pak të besimin, sepse në ditët e sotme, me shumë probleme, ku problemet e shëndetit mendor janë në mas, një pandemi e madhe, sa i ndihmon besimi në Zot njerëzit, për të rinë sidomos, për të kaluar situata të mëdha të vështira në jetën e tyre? Ka ullje, ka ngritje, por ama kemi gjithmonë një shpresë që Perëndia është me ne në çdo situatë, në kohë të mira, në kohë të këqija, dhe duke pasur një lidhje me Perëndin, duke besuar tek Ai, ne do t'i kalojmë gjërat. Unë vetë kam kaluar një sfidë shëndetësore dhe po të mos kisha besimin tek Perëndia, do t'ishte shumë e vështirë. Do t'ishte shumë e vështirë sepse së pari në gjithë një ditë do ikim nga kjo botë. Çështja është si ikëm. Çështja është si do të përballemi me Perëndin, se gjithë një ditë do dalim përpara Zotit, do të japim llogari për jetën tonë, si e kemi jetuar jetën e gjërat të kësaj natyre. Por duke pasur besim tek Perëndia, më ka bërë të eci çdo ditë duke lënë gjërat në kontrollin e tij, edhe me miqësinë e besimtarëve të tjerë, gjithçka mund të kalohet me Perëndin. Neve mund të ecim me të edhe në kohrat e mira dhe në kohrat e këqija. Shumë gra që po na ndjekin që kanë kaluar sfidën shëndetësore të një problemi të madh siç është kanceri, dhe sapo e preke që ishte një sfidë shëndetësore. Më trego pak ato ditë të errta të tuat dhe ato lutjet me Perëndin, sa të ndihmuan, sa të dhanë forcë për ta kaluar këtë sfidë? Me thënë të drejtën, kur e dëgjova për herë të parë, që t'jemi realist, më shkundi pak. Sepse njeriu, domethënë, gjithmonë shpreson edhe beson për më të mirën. Në përditshmërinë e vet. Por me thënë, me njëherë thash, o Zot, faleminderit ti ke gjërat në kontroll, sido që t'jetë. Daç të jetoj, daç mos të jetoj, unë prapë besoj tek ty. Ka qenë e vështirë, shumë e vështirë. Ndonjëherë kur futesha atyre korridorëve thosha o Zot prapë këtu. Por kishe në një inat të brendshëm ose ishe mezitur ndonjëherë me Perëndin, pse mua, unë besoj te ty, unë të kam shërbyer dhe ti më ke vënë në provë? Jo, provat i kalojmë. Sprova çdo njeri, e thash edhe më përpara, jeta që neve kemi nuk do të thotë edhe pse besojmë tek Perëndia që do jetë e lehtë. Pra që nuk do sëmurem, që nuk do na dalin probleme në jetën tonë. Sepse neve në vetvete si njerëz jemi të rënë nga lavdia e Perëndisë sot Bibla. Jemi mëkatar, edhe vetë trupi jonë është i rënë. Prandaj edhe neve vdesim. Sepse që në momentin që nuk u bindëm Perëndisë, trupi jonë degradon, dal ngadalë. Dhe të gjithë neve do ja kalojmë këtë proces. Por nga ana tjetër, duke pasur besim tek Perëndia që edhe nëse jam, por edhe nëse s'jam, prap jam me ty Perëndi, më bën të kaloj çdo ditë. Nuk ka qenë lehtë. Pas gjithë këtij kalvari që kalove. Që koha është e çmuar. Kuptova këtë gjë që çdo ditë që neve jetojmë, jemi falënderues ndaj Perëndisë, dhe çdo ditë që neve jetojmë ta shpallim dhe ta deklarojmë që Perëndia do që gjithë secili prej nesh të pranojë këtë dhuratë, Krisht lindjen, dhuratën për të shpëtuar dhe për të jetuar. Elvini, ka ndodhur ndonjë histori personale ku përmes besimit ti e ke kaluar, e ke përballuar më mirë, mund mos jetë sfidë e njëjtë, por që jo konkretisht siç Sabina ka kaluar, sepse ajo që ka kaluar Sabina është me vërtet shumë e vështirë dhe unë doja të shtoja që Sabina ka pasur dhe mbështetjen e të gjithë besimtarëve. Sa do ta prekja që sa ka qenë mbështetja e jemi lutur të gjithë në kish për Sabinën, njerëz që madje që nuk e kanë njohur fare kanë ndërmjetësuar në lutje për Sabinën edhe me të vërtet Zoti ka bërë mrekullinë në jetën e saj. Amen, po. Personalisht unë nuk se kam pasur në një gjë shumë kaq të vështirë, megjithatë neve çdo ditë kalojmë gjëra të vështira, por neve zakonisht ja lëm Perëndis të gjitha gjërat, nuk shqetësohemi se çfarë do ndodh, madje Bibla thotë mos u shqetëso për të nesërmen, sepse ajo do të mendoj vetë për veten e vet. Është ajo shpreha që ne e themi me njëri tjetrin që ne bëjmë plane Zoti qesh, sepse janë të shkruara. Ja kemi lënë Perëndis këtë gjë, kështu që ajo që tha Sabina në lidhje me kohën, që është e çmuar, është për ata njerëz që nuk besojnë tek Perëndia, u jepet mundësia çdo ditë që të kthehen tek Zoti, që të besojnë tek Jezusi, sepse është e vetmja rrugë
Ashtu siç edhe në Bibël thuhet që Jezusi është rruga e vërteta dhe jeta. Nuk mund të shkosh te Ati vetëm nëpërmjet tij. Nëse ne shqetësohemi si do shkoj puna, si do jetë kjo, si do jetë ajo, derisa prekim atë fundin. Derisa prekim fundin dhe themi ore për çaj pas kam, domethënë dhe unë në fakt dhe unë kam gjatë pandemisë që ne kishim humbur kohë duke u marrë me punën, sa do marr, sa do bëj, si do jem këtu, ç'a do bëj, dhe aty ishte stop. Ishte një moment ndalese ku ne ishim mes 4 mureve në shtëpi, vetëm me familjen apo po tani ç'a do ndodhi, po tani ç'a do bëhet, dhe vendosëm që ne këtë kohë që e kishim humbur, hajde ta rikuperojmë dhe të bëjmë diçka të mirë. Domethënë të jemi bashkë, të adorojmë Zotin, të jemi një dëshmi për tjerët, dhe Sabina, domethënë unë dua ta them dhe dua ta ulëras fort këtë gjën, që është një dëshmi e madhe për komunitetin e krishterë, që nga vjet në sot, ajo është plotësisht, domethënë, dhe është një dëshmi për të gjithë, dhe janë habit, domethënë, duke thënë që ora ç'a ndodhi me Sabinën. Është kaq e mrekullueshme ta ndash dhe me të tjerët një gjë, të kesh mbështetje. Ishte drejt për drejt kjo, dhe ne, domethënë, në një farë mënyrë është si puna asoj që yn verbërisht diku, ti nuk shef dhe del nga ana tjetër dhe thua ora si e kalova unë këtë gjën. Është drita që erdhi në jetën tënde. Aty e kupton që ti futesh dhe nuk e kupton që është dora e Zotit me të vërtetë, si se tha edhe Elvini, lutjet, inkurajimi, mbështetja familjes. Gjë që në ditët e sotme janë shumë të vështira për ti gjetur aq ngrohtë, sepse është bërë jeta e tillë. Njerëzit janë larg, të bie një hall, të bie një sëmundje, nuk kemë këtë ndash, sa bën dhe sa vlen ajo mbështetja morale që të jep dikush shpirtërore, edhe lutja, edhe biseda, të pyesi si je, domethënë në ditët e sotme, duke qenë se shpirtërorja vlerësohet shumë më pak. Vetëm në rast nevoje, ndodhi pandemia, të gjithë filluan të flisin o Zot, mbarojmë pandemia dhe pastaj u kthyen prapë tek rutina e tyre. Prandaj edhe besimi është jetë, të jetosh për ditë. Është shumë e rëndësishme mbështetja ndaj njëri tjetrit dhe komunitetit, por kur e kalojmë, kur shkojmë aty përpara dhe lutemi o Zot, jam unë dhe Zoti. Prandaj shpëtimi është individual, jam unë dhe Krishti, unë dhe ai. Pa atë, sa do që të kemi mbështetjen, nuk ka jetë, pa atë është e pa mundur t'i kalosh gjëra. Bukur. Dhe kjo është dhe mesazhi kryesor i ditës së sotme. Por në lidhje me qenë se ne emisionin e kemi të ndërthurur të tillë dhe me receta, me qenë se jemi drejt fundit, po këto gatimet, si keni në raport me ditët e tjera të zakonshme? Për këtë ditë të bukur. Kush gatuan në shtëpi? Shiko, çfarë gatuani me dëshirë dhe me dashuri për Krishtlindje? Varet, për shembull, pra ne dhe them dhe e ngrëna, domethënë është pothuajse në çdo periudhë të vitit. Por në Krishtlindje merr pak sa ndoshta ngjyra pak më festive. Ndoshta vera. Dhe vera. Jo, për mua gatuan bashkëshorte, po e ndihmojnë më pak. Po çfarë ikë? Që dalin studim që në komunitetin evropian që burra do gjobiten nëse nuk japin kontribut të gratë, kështu që ishte shumë interesant. Me 500 euro gjoba. Kadaifi është e preferuara ime si ëmbëlsirë, pavarësisht se tash duhet ta uli çka të limitit e sheqerit. Kam një limit për atë, po. Mishi qingjit është mirë, më bën. Kështu dhe si simbolika ato sallata, na ka ngelur sallata ruse tradicionale, e ke parasysh. Mishi qingjit është dhe simbolike, sepse qingji simbolizon Krishtin që u flijua për ne të gjithë. Gjithçka që shijon mirë. Mjafton që tavolinat na mbledhi bashkë, ti jemi bashkë. Ajo familjar me miq, dhe pastaj festa që vazhdon edhe në kishën ku jeni me komunitetin dhe vëllezërit besimtar. Po, edhe një gjë, nga që ne sot do nxjerrim edhe sesionin e 4, që është që ne kemi pothuajse gati një vit që përgatitemi për këtë gjë. Ndoshta do jemi mbledhur ke shtëpia Sabinës ose tek shtëpia e dikujt prej nesh, që ne të jemi bashkë domethënë për të festuar diçka që hajde ta festojmë këtë gjën. Edhe është shumë interesante. Sesioni 4 ndërbreza është deri në fund. Deri në fund të lavdrojmë Perëndin, deri në fund ta besojmë atë, deri në fund përpoz gjithë gjërat që mund të kalojmë,
jemi aty. Mirë, për ta përmbyllur me një performancë tjetër, edhe për ta sjell atë si një lloj bekimi, harmonie në çdo familje që na ndjek, gëzuar edhe një herë Krishtlindjen dhe kuptojni mirë mesazhin që kjo ditë përcjell për miqtë tuaj, për familjen tuaj, për çdo që është duke na ndjekur. Performanca, kënga që ke krijuar, besoj se ajo është një këngë që ne është e përkthyer dhe ne kemi kënduar shpesh në Kish, ka vite që e këndojmë. Dhe atë e këndon Sabina, do me thënë si solo, edhe është të dua shumë. Nga thellësia e zemrës në çdo rast, në çdo moment, pra Perëndin e duam dhe falenderojmë çdo ditë, më thënë. Edhe për ta thënë, për të mos mbetur asnjëherë peng për çdo që e doni shumë, duhet t'ia thoni për ditë. Patjetër, çdo sekond. Sa dhe Elvini që çdo moment që zgjohemi. Në çdo situatë që kalojmë. Bukur. Faleminderit për bisedën. Atëherë vazhdojmë me performancën.